është shumë kisha dash me ditë, ndoshta për me tematizuar dhe në të ardhmen me që po flitet për një orë mësimore të edukimit fetar. Çka konkretisht kemi? Të edukojmë për fen, apo qa kish ndiku kjo në mbarvajtjen e mësimit për edhe edukimin e nxënësve? Unë besoj që në përgjithësi e përmena idenë që për të risa po flasim për gjithë të probleme, edhe për një alternativ tjetër, s'kem nevojë as me uftut, as me pas para gjykime. Pra shumë e mundshme që tjetë një prej elementeve, prej segmenteve, ose prej instrumenteve më drejt që kish mujt me ndiku në edukimin e nxënësve. Pra veç ideja që feja është një farloj promotori i ndërgjegjës dhe vlera morale, besoj që është një segment shumë i rëndësishëm që një fëmijë me mendu që vlera e mësuesit, sipas besimeve është kjo, dhe ti nuk i drejt me pas sjellje arrogante ndaj mësuesit, ose ndaj prindit, ose ndaj njëri tjetrit. Pra vlerat të gjithë bashkë me të besimit janë ato që kanë me fol, ose kanë me nxit për me pranu tjetrin edhe ndryshe, për me qenë kundër bullizmit, për me qenë kundër fjalëve të këqija, për me qenë kundër shumë nxitjeve të cilat mund me qenë, se me thonë, ato nxitjet e para të konflikteve midis nxënësave dhe midis nxënësve dhe mësimdhënësve. Pra, në kuptimin e përgjithshëm, përderisa besimi është një thirrje për zgjim të ndërgjegjës dhe për cilësimin ose për veshjen e vlerave morale të individi, besoj që parim është e dobishme. Por format e implementimit, tekste, kjo është një proces që është edhe afatgjatë, po të njëjtën kohë dhe nuk mundet me u trajtu vetëm prej një mendimi individual, madje as veç prej një institucioni.